shumë të shpejt, Shqipe, pa karakteristika edhe pa elementet e tjera. Kush është në Prishtinë, kush është në Gjilan, kush është atje, kush është këtu. Nise me Prishtinë, Shqipe, Vishaj në studion tjetër. Po, kushtrim, po e nisim pra me Prishtinë. Në Prishtinë kryeson përparim Rama me 51.35%, pra gjithsej nga 154 janë numëruar 154 vend votime. Pra, nga Prishtina shkojmë në Prizren. Në Prizren kryeson Shaqir Totaj me 54.24%. Ndërka që nga Prizreni do të shkojmë në Mitrovicë të Jugut për të parë se si është rezultati. Këtu kryeson Faton Peci me 52.99%. Nëse e shohim se sa vendvotime janë numëruar nga 105, 45 prej tyre. Tjetra, Shqipe, tjetra. Do të shkojmë në Gjilan. Në Gjilan kryeson Alban Hyseni me 60.17%. Nga Gjilani do të shkojmë në komuna të tjera. 60 në raport me 39, okej. Shkon Viti për shembull. Tash. Se Vitin se përmendën fare. Në Viti kryeson Sokol Haliti me 50.42%, ndërka që Arsem Ademi është 49.58%. Ngusht. Tjetër, shko. Nga Vitia do të Obiliq. Në Obiliq, po. Në Obiliq e kemi Gjafer Gashin me 50.1% ose 50.16%. Nga Obiliq do të shkojmë në Kaçanek për të parë se si është rezultati. Në Kaçanek kryeson Sabedin Vishi me 50.7%. Nga Kaçaniku do të shkojmë në Dragash për të parë e kemi Begjet Gjeladinin me 57.69%. Pra kryeson Begjet Gjeladini i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjakovën vetë se e përmendëm, ndërka që po shkojmë edhe njëherë në Rahovec për të parë nëse ka përditësim, po e kemi Ali Dulen me 50.1%. Më herët e patëm Smaj Latifi, ndërsa tani duke që duke u numëruar votat në Rahovec ka ndryshuar pra rezultati, natyrisht në rezultatet preliminare. Ka Rahoveci po shkojmë edhe njëherë për të parë në Pej. Në Pej e kemi Gazmend Muhaxherin me 60.9%, pra kryeson Gazmend Muhaxheri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërka që nga ka mbetur edhe Suhareka, në Suharek kryeson Bali Muharremaj me 55.95%. Tani do të shkojmë edhe në një komunë tjetër, po shkojmë në Vushtre. Këtu e kemi Ferit Idrizin me 54.41%.